إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Gjitha hamdë dhe falendrimet I takojnë Allahut të lartësuar. Atë falenderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falë kërkojmë. Selamet ja dërgojmë mësuesit të njerëzisë, Muhammed Mustafas alayhi salatu wassalam, familjes tij, shokëve të tij dhe gjithë besimtarëve, cilët e ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit, duke lutur Allahun e lartësuar që edhe ne të jemi pjesë e atyre besimtarëve të cilët e ndjekin rrugën e Muhammed Mustafas alayhi salatu wassalam. Dashur vëllezër besimtar, Ramazani I bekuar vetëm se po don me marr rrugën drejt Zotit të tij, kaloi aq shpejt sa që nuk mund të numërohen ditët e tij aq sa shpejt ka kalu. Për këtë edhe Allah Azza wa Jall thot ayyaman ma'dudat, I ka ditë të numëruara, e I lumja I cili e ka agjeru muajin e mubarak të Ramazanit. I lumja I cili I ka nejt gati këtij muaji mubarak ashtu siç duhet. Myshde për këtë rob të Zotit, për gëzime për një rob të tillë të Zotit xhalla xhalaluhu. Për arsye se Resulullah alayhi salatu wassalam tha: "Men qama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Ai që agjeron Ramazanin me besim, duke shpresu sevapet e Zotit, Allah ka për t'ja falë mëkatet e kaluara. E atë që e ka falë Allahu Azza wa Jall, pa dyshim që e bën prej banorëve të xhenetit. Atë që e ka falë Zoti e ka nderu. Atë që e ka nderu Allahu Jalla wa Ala, s'ka kush që mundet me e poshtru. Atë që se falë Zoti Jalla Jalaluhu, nuk e ka nderu. E atë që e ka poshtru Zoti Jalla wa Ala, s'ka kush në dynja që mundet me nderu. Prandaj përgëzime dhe myshde për gjithë ata besimtarë të cilët e kanë agjeru këtë muaj mubarak të Ramazanit, me faljen nga Zoti Jalla Jalaluhu, sepse kjo është një gëzim që robi e merr në dynja para se me shku te Zoti Jalla Jalaluhu. Sepse muslimani po kaloj kanë për gëzime të ndryshme derisa të vjen te gëzimi final, e që është takimi me Allahun subhanahu wa ta'ala. Gëzimi parë është kur bën iftar, ashtu siç ka thënë Resulullah sallallahu alaihi wasallam, që robi I ka dy gëzime. Gëzimi parë është kur bën iftar. E këtë gëzim nuk mundet me përshkruaj me fjalë askush. Është I papërshkrueshëm. Ky veç ndihet në shpirt thellë, përjetohet në shpirt thellë. Imani, besimi që e ke në zemër, e përjeton në robi kur vjen iftari këtë gëzim të madh. E gëzimi I dytë është kur robërit e tjerë e lavdrojnë muslimanin. Sikur se ne që ju themi juve myshde edhe për gëzime, edhe bravo ju të qoftë, edhe Allah të qoftë razime juve, për agjerimin që e keni ba, për sakrificën që e keni ba. E pejgamberin e Zotit sallallahu alaihi wasallam e kanë vekë shokët e tij dhe kanë thënë: "Oj dërgumi Allah. E ke pa ndonjëherë një njeri thotë bën punë për hir të Zotit xhalla xhelalu, këtë punë nuk I bën për hir dikujt tjetër, po I bën për hir të Allahut azza wa jall." Mirë po ja që gjatë rrugës njerëz të tjerë flasin mirë për to, edhe ky I ndëgjon. Ka thonë: "A mos është sy e fatësi? Mos e ka tani për hipokrizi këtë punë." Resulullah ka thonë: "Tilka ajilu bushra al-mu'min." Ka thonë, kjo është myshdja e shpejt për robin e dynja. Kjo është myshdja e shpejt e përshpejtuar, përgëzimi I përshpejtuar nga ana Zotit Jalla wa Ala në këtë dynja. Sepse është shaj e mirë, ku në mesën e njerëzve, njeriu nifet si vepërmirë, nifet si besimtar I devotshëm, nifet si njeriu I mirë, është shaj I mirë tek Zoti Jalla Jalaluhu, është gëzim për gëzimeve në këtë botë, para se me shku te Zoti. Pra gëzimi I parë është kur e marr iftarin e tij. Gëzimi I dytë është
kur në mesin e njerëzve ndihemi dhe jem njerëz të mirë në mesin dhe sytë të tjerëve, e ne lusmi Allah azza wa jall që të jemi më të mirë se sa që mendojnë të tjerët për neve dhe për ju. Gëzimi tjetër është kur robi i vjen momenti i vdekjes. Allahu xhalla wa ala nuk e humb robën e tij. Ai që ka qenë i devotshëm në këtë dynjë, ka xhiru për hir Zotit xhalla wa ala, është fal për hir të Allahut subhanahu wa taala. Ja ka mundsu Allahu arritjen e gëzimit të iftarit. Ja ka mundsu me qenë njëri i mirë i sinqert në këtë dynjë. A mendon që Allahu e lën lloç në momentet e vdekjes? Jo. Momentet e vdekjes kur më së vështiri e kanë të tjerët, sepse ai i sheh dy palë krijesa, njeriu kur vjen vdekja, dy palë krijesa i sheh me lajkët që në ardhë dhe i sheh robët e tij duke e lanë dhe duke vajtu. E çka i thot Allahu subhanahu? Innal ladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu. Ata që thonë Zoti jonë është Allahu dhe istaqamu, që ndruan fort këtë fe. Hiç suluhatën. Lloj komunizmi, lloj rrugë, lloj bestytnie, lloj e ka godit, po ky ka qenë i fortë në fenë e Allahut. Innal ladhina qalu rabbuna Allah. Ata që thonë Zoti jonë është Allahu, thumma istaqamu, dhe qëndruan fort në fenë e Allahut. Tatanazzalu alejhimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Tyre njerëzve ju zbresin me lajket në momentin e vdekjes. Dhe ju thojnë, la takhafu wa la tahzanu. Mos u friksoni. Mos u friksoni për të ardhmen që ju nuk po e dini a është e sigurt ajo. E sigurt është për juve. La takhafu. Mos u friksoni për ahiretin e juve. Wa la tahzanu. As mos u mërzitni që po i lëni mbrapa njerëz. Që tollafe ja thojnë me lajket. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Edhe myshde për juve xhenetet e Zotit që ja kem pas premtu juve. Nahnu awliya'ukum fil hayati ad-dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurur rahim. Thot ne thot kem qenë përgjegjës për ju edhe në dynja dhe në ahiret me lejen e Zotit. Në xhenet e keni çka dëni ju, çka mendja se u ka marrë, as se u ka shku mendja çka keni në xhenetet që Zoti ka premtuar për juve. Nuzulan min ghafurir rahim. E këtë keni si shpërblem prej atij që është Ghafur edhe Rahim, është shumë falës dhe shumë mëshirues. Pra tri gëzime erdhën deri këtu. Gëzimi i parë kur e bën iftarin, gëzimi i dytë kur nifet në mesin e robërve të Zotit si njëri i mirë. Gëzimi i tretë kur i vijnë me lajket të robit me ama shpirtin. Gëzimi i katërt është ditën e gjykimit kur këtë njerëzit janë në krizë. Janë në krizë, ata që s'kan punuar këtë dynja për ahiret, janë në krizë të madhe në ahiret. E besimtarët, thot Allahu, yawma tara al-mu'minina wal-mu'minat yas'a nuruhum bayna aydihim wa biaymanihim. Ditën e gjykimit i sheh besimtarët dhe besimtarët. Yas'a nuruhum, drita e tyre e imanit jam ndriçon rrugën. Bayna aydihim wa biaymanihim, në të djathtën e tyre dhe në mesin e tyre. Çfarë thonë melekët? Bushrakum al-yawma al-jannat. Bushrakum اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز العظيم. Përgëzime për juve, myshde për juve xhenetet e Zotit xhalla xhelaluhu. Myshde për juve xhenetet nën të cilat rrjedhin lumej. Thot Allahu xhalla wa ala ذلك الفوز العظيم. Kjo është fitoria më e madhe. Sepse të tjerët janë në terr. Ditën e gjykimit dielli që ne e shohim dhe hanat të cilat ne e shohim kanë me u derë dhe me u shka për derë dhe xhehenem. S'ka dritë, terë. Dritë na bën vetëm imani me lejen e Zotit. Ai që ka marrë abdes, gjurmë të abdesit i bojnë dritë. Ai që ka falë namaz, gjurmë të namazit i bojnë dritë. Ai që agjeron, gjurmë të agjerimit i bojnë dritë. Ai që jep zeqat, ai që jep sadat, ai që ka iman, besim në zemër, me atë se ka pas besimin e tij në zemër, atë që ka me bë dritë në ditën e gjykimit. Dhe gëzimi i fundit për robin është kur ta takon Zotin e tij. Kur ta takon Allahun xhalla xhelal. Ky është gëzimi më i madh për robin. Pasi që futet në xhenet, Allahu xhalla wa ala ju thot robërve të tij që a nuk ju kum nderu, ju kum bë për banorëve të xhenetit, apo doni hala më shumë diçka? Ata thonë Zot. Po na shpëtohen nga zjarri i xhenemit.
Në bëhet për i banorëve të xhenetit. Hala ma shumë ka diçka? Allahu xhalla wa ala i thret në takim me robërit e tij. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur Allahu xhalla wa ala i thret robërit e tij në takim, dhe secilit individ kam i fol pa përkthyes, dhe kam i acet mëkatet e tij në dunjë. Ka thonë o robi, a din filon mëkatet. Filon gjinon, veç vetë e kanë. Kush s'ka po? Amonet kom po. Thët Zoti, i thët Zotit, o Zot, asë mi ke fala? Asë mi ke fala? Thët mos me ti pa falë, s'kesha fut xhenet. Kjo gëzimi ma i madh i robit për e shes Zotin e ti që ne adhurojmë, që ne për ta xherojmë, që ne për te falemi, që ne vetëm ati i drejtohemi dhe i lutemi. Në për këto gëzime kalën besimtarit dhe dashur vëllezër besimtar. A nuk ja vlen pastaj që me nejt gati namazit, që me nejt gati agjerimit, që me nejt gati iftarit, që me nejt gati veprave të mira në mënyrë që kalojmë në për këto gëzime, sepse të tjerët nuk kalojnë në për këto gëzime. Të tjerët i pret hidhrim i madh, hidhrim i madh, mërzi e madhe, frikë e madhe. Normale është kjo punë. E besimtari vërtet është ai i cili i përjeton këto gjana hala pa shku te Zoti i tij. E ne lutem me Allahun xhalla wa ala që të jemi prej atyre robërve të Allahut që i përjetojnë këto gëzime. Allahu xhalla wa ala më qenë i kënaqur me neve, duke lutur Allahun e lartësuar këtë muaj mubarak të Ramazanit, që të na falë të gjithëve, na falë gjunat tona, mëkatet tona, ta bëj prej atyre robërve që kur dalin me reparatime që janë faqebar. Duke lutur Allahun azza wa jall që të ndihmojë të dishë dhe të gjithë muslimanëve kudo që janë, posaçërisht banorëve të Gazas. Ne lutem Allahun azza wa jall nga kjo hutbë që Allahu xhalla wa ala të mëshiron ata njerëz, të merr në mëshirën e tij, të falë ata njerëz, të mëshiroj ata fëmijë, ata pleq, ato gra, të cilët janë duke hekur nga agresioni i madh i atyre kriminalëve të cilët na kanë shit moral me shekuj të tërë, e që në fund Zoti xhalla wa ala ja tregoj fytyrën e vërtet. Ne lutem Allahun azza wa jall që ai të mirët me ta ashtu siç den ai. Çdo lutje tjetër për neve, thuaj se nuk do të jetë e dobishme. E vetëm Allahu xhalla wa ala den si me u marr me kriminalt. E Allah azza wa jall ja vdasht hakun ashtu siç den ai me udhon hakun. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim.